Sistemi ynë kushtetues përkatësisht kushtetuta e vendit nuk lejon në të njëjtin kohë që dikush tjetër edhe deputeti i Kuvendit të Kosovës edhe antari i ekzekutivit do duaj edhe ndërheqje. Në këtë drejtim natyrisht që vlerësoj që akti i tillë natyrisht që është i drejtuar personit jo të duhur për faktin se nga momenti i certifikimit të rezultateve në referencën e 70 paragrafi 2 të kushtetutës, Zoti Konjovca është deputet i zgjedhur si gjithë të tjerët të zgjedhur në legjislaturën e 9, prandaj vlerësoj që një letër e tillë do duhet t'i drejtohej kryesuesit teknik të seancës, natyrisht të njoftohet edhe sekretaria e Kuvendit. Pavarësisht që është e vënuar, besoj që edhe vlerësoj që kryeministri në detyrë përkatësisht tash deputet i zgjedhur të reflektojë dhe ta dërgojë një letër ndërheqje siç kërkohet, t'ia drejtojë personit të duhur dhe natyrisht detyrat dhe përgjegjësitë e qeverisë në detyrë të kalojnë tek zëvendës kryeministri i cili natyrisht nuk është deputet i zgjedhur dhe gjithë të tjerët cilët janë aktualisht me pozicion të ushtruesit të detyrës. Kushtetuta dhe gjykimet e gjykatës kushtetuese janë në drejtim të asaj që tinget zgjidhje të jetësohet vullneti e jo në situata bllokuese, sepse nuk vlerësoj që është gjëja e duhur që duhet me i ndodhë Kosovës.